Por shumë gra cikli menstrual nuk nënkupton vetëm disa ditë shqetësimi, por dhimbje të forta që ua bëjnë të pamundur kryerjen e detyrave të përditshme. Me synimin për të trajtuar këtë si një çështje shëndetësore dhe të drejtash në punë, Mali Zi ka miratuar një ndryshim ligjor që ua garanton grave me diagnoza të caktuara ginekologjike 2 ditë pushim të paguar çdo muaj. Nisma u propozua në muajin mars nga deputetja e pavarur Jevrosima Pejović dhe mori mbështetje unanime në komisionet parlamentare përkatëse para se të miratohej në seancën plenare. E drejta për pushim do të vlej për gratë e diagnostikuara me dismenore sekondare, një gjendje që shkakton dhimbje të forta menstruale si pasojë e sëmundjeve ginekologjike, përfshirë endometriozën, fibroidet, polipet dhe sindromën e vezorëve policistike. Sipas arsyetimit të ligjit, qëllimi është mbrojtja e shëndetit të grave, ulja e paragjykimeve në vendin e punës dhe krijimi një ekuilibri mes jetës profesionale dhe nevojave shëndetësore. Mali i Zi bëhet një nga vendet e pakta që njeh me ligj të drejtën për leje menstruale. Në Europë, Spanja ishte shteti i parë që futi këtë mas në legjislacionin e saj, ndërsa propozimet të ngjashme janë duke u diskutuar edhe në Itali.